Përshëndetje të gjithëve. Sot do ju sjell një recetë të thjeshtë por me një shije të mrekullueshme. Janë speca të skuqur me një salcë kosi e hudhra që lidhen në tigan dhe përfundojnë në zemër. E përkryer për ditët e nxehta të verës, kur kërkojmë diçka të lehtë, të shpejtë dhe të shijshme. Eja ta përgatisim së bashku. Këtu kam 7-8 speca, i pastrojmë nga pjesa fundore edhe nga farat. Duke i prerë dhe duke i vendosur në një tigan të thellë. Nuk të merr shumë kohë kjo recetë, vetëm 10 minuta punë kërkon. Specat janë gati, këtu në tigan ku i kemi do t'i shtojmë pak vaj ulliri. Unë i skuq me kapak dhe specat jo vetëm që skuqen mirë, por nuk të bëjnë dhe pis. I vendosim në zjarr dhe i skuqim. Pasi skuqen nga njëra anë, i kthejmë nga ana tjetër. Dhe kur të skuqen plotësisht, do t'i largojmë nga tigani. Ndërkohë që specat janë në fund të skuqjes, ne përgatisim salcën. Shtuam një vezë në një tas. Këtu kam 4 thelpinj hudhër, janë të plotë të mëdhenj këto hudhrat. Mund t'i grini imët me thikë, por mund t'i shtypni edhe tek shtypsja e hudhrave. Shtoj një lugë të gjellës me miell. Këtu kam 500 gram kos. Është kos grek, por mund t'i shtoni fare mirë edhe kos normal. E përziej mirë, që masa të bëhet e njëjtë dhe kremoze. Do t'i shtojmë pak krip edhe pak piper të zi. Salsa tashmë është gati. Edhe specat në tigan janë skuqur. Do t'i largojmë specat nga tigani dhe po tek e njëjta yndyrë do vendosim salcën e përgatitur me kos e hudhra. I shtojmë pak krip specave këtu ku i kemi në pjatë edhe i lëm në një kënd të kuzhinës. Shtojmë salcën e kosit me hudhra. I bëjmë një përzierje të mirë. Dhe do ta lëmë në zjarr derisa masa të trashet të bëhet e plotë. Do duket në fund sikur kemi shtuar gjizë. E lëm të avullojnë lëngjet, duke e përzier her pas here. Jemi në fund të përgatitjes, si e shikoni masa është trashur. Do ta bashkojmë me specat, duke i vendosur specat të sistemuara bukur. I shtojmë edhe pak nga salsa sipër. Dhe ja ku e kemi gati për të konsumuar. Kjo recetë shijon dhe ngrohtë, por dhe e ftohtë shijon edhe më shumë. I shtojmë edhe këtë vajin e specave sipër. Dhe ja ku e kemi, një recetë që nis dhe mbaron në tigan, por që sjell aromë dhe kujtime të dashura në çdo kafshat. Provojeni këtë recetë dhe ndajeni me të dashurit tuaj. Gatuaj me pasion dhe ndaj me dashuri nga kuzhina ime.